Ka ardhur nga Aisha radiallahu anha se një ditë për ditëve ka ardhur një plak të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila e ka pas emrin Juthamatu el-Muzaniyya. Ka qenë plak. Juthame i thojnë gruaja kur është, domethënë mendjetrash. Arabt janë çuditshëm në emërtim. Arabt janë çuditshëm në emërtim. Për shembull, i avnon evladit emrin Ahmak, thot inshallah del i meçëm. Se thot shpesh janë ujna i meçëm e del Ahmak. E kanë përdor optimizmin me të kundërtën. Por shembull e ka emërtuar evladin e vet i smut, me shpresë që ne e ishnosh. Kështu i kanë pas traditat e tyre. Kur ka ardhur kjo gruaja ka pas emrin Juthame, pra një lloj sigur mendjetrashe. Kështu ja ka lënë nëna vet, baba vet. Mirë po, e ka pas shoqe Khadijën radhiyallahu anha. Kur ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka thonë kush je? Ka thonë Juthame. Kjo gruaja i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, bel enti Hassana. Ka thonë jo, ti je Hassana. Domthon sigur e mira apo e vlefshmja, e bukura. Jo çish ta kalon emrin tyje e prindi. Pastaj ka thonë keife entum, keife halukum, keife kuntum ba'dana. Ka filluar me pyet pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë si jeni, si kaluat, si është halli juve, si keni kalu pas kohës se nuk kemi pa. Pasaj ka thonë elhamdulillah, mirë jemi ja Rasulullah. Atëherë normal reagimi pikujt pritet prej Aishës. I ka thonë Aisha ja Rasulullah, gjithë këtë përkushtim për këtë plaka, sa shumë u dhave mas kësaj plake. I ka thonë o Aisha, që kjo gruje na ka ardhur, na ka vizitu kur e kom pas Khadijën gruje. Kur e kom gjallë Khadijë, kjo vike na vizitonte. E mirënjohja është prej imanit. E mirënjohja është prej imanit. Pra ti mu kanë mirënjohës ndaj dikujt që ka bëu mirë, është prej imanit. E mohimi është prej kufrit. Ka thënë alayhi salatu wassalam, nuk e falenderon Allahun ai i cili nuk i falenderon njerëzit. Po dikush thot, unë kur kujt s'kam më thon faleminderit. Po ti as Allahut si thu faleminderit. Sepse Allahu nuk ti çon të mirat pos nëpërmjet njerëzve. Ta çon nëpërmjet babës, nëpërmjet nanës, nëpërmjet familjes, nëpërmjet shokëve, nëpërmjet miqve, nëpërmjet përkrasve. Nuk ti bëj Allahu ti piçillet mirat, pra me sebepe. E ti nëse sebepin familjen nuk e falenderon, si ka mundësi me falendëru Allahun te bareke ve teala. Andaj kjo ka qenë prej mirënjohjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka qenë mirënjohës ndaj grave të veta. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe këtu nuk ka turp vëzër, hadithin e ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe të tjerë prej ulemave, nga Urwa radiallahu anhu, nga Aisha radiallahu anha, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë kur ka dalë për namaz, apo i ka puth dënjanën prej grave të sot ka qenë në ta. Edhe i ka thonë Urweja, ka qenë domon nip i Aishës, i ka thonë ojnana muslimanëve, ka thonë mduket je ti ajo, fa dhahiket, dhe ka qesh. Apo dhe kjo vëzë prej dëmshurijës dhe pejgamberit ndaj grave të veta. Derisa e kanë pyet Aisha radhiyallahu anha, pasi që jemi në Ramazan, i kanë thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse ka qenë e njohur, se vetëm ka shkombi për qafime dhe puthje me gratë të veta. Apo e kanë pyet në Ramazan, a ka ndodhur në Ramazan me të puth? Ka thënë po vallahi. Ka qenë agjërushëm, kur ka dalë pi shtëpie, ka shkombi puthje me mua, ka thënë mirë, po mos harroni. Ai e mban të vetën ju sunemani. Ai e mban të vetën ju sunemani. Çfarë do të thonë? E ka kufizu vetën sallallahu alaihi wasallam. Madje ka qenë prej traditës pejgamberit alaihi salatu wasalam që të shpreh dashuri ndaj grave të veta. Gjithashtu, thot Aisha radhiyallahu anha, ka qenë pejgamberi alaihi salatu wasalam shumë i dashur ndaj meje. Ka tregu dëmshuri ndaj meje. Si thot seher kur ju më kanë në mujore me cikël, apo thot edhe në cikël e dini, sot edhe shkenca ka vërtetuar se kur gruaja ka cikël, apo kur është shtatzane, apo kur është lehon, ka çrregullim. Ka çrregullim fizik, ka edhe çrregullim psikik. Domthon ka mundësi nervozohet, ka mundësi shqetësohet shumë. Pse? Ka sa atje hormonet përzihen apo edhe më sa më ka ditë. Dhe i ka kushtu rëndësi të veçantë kur ka në cikël. Thot Aisha radhiyallahu anha, kur ka qenë cikël, edhe mirë sa diçka me pije, pejgamberi alayhi sallam për më kallzu mëshirë ndaj meje, e mirë te gotën, çat anën çka e pisha unë ujin, piç aty shkoj ke pitke. Edhe kur hajsh mi buk, pjesën çka e mirë çka unë me hangër, e mirë te piç aty hajke.
Për shembull ka marr mishin apo cilën pjesë ka pas të ushqimit, edhe e ka pa ku po ha Aisha. Ka shku e ka marr, kur e ka lënë Aisha, e ka marr pejgamberi në çat pjesë, apo për çfarë arsye vëllazër? Ja i thot, unë e gërdit në valla. Po, a e ki gruaje? Po duhet me shpreh njëri me gruën e vet emocion dhe respekt. Andaj kjo ka qenë prej sjelljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka dashur shumë pastërtinë. Dhe një rast prej rasteve, e kemi përmendur këtë rast, po këtu do ta përmend në kontekst tjetër, kur ka ndruar jetë pejgamberi alaihi salatu wasalam, dhe e dini para se me ndruar jetë, është ranu trupi i tij, edhe s'ka mujt me fol. Ju ka trash gjuha. Andaj fjalët e funit, mendje i ka thënë alaihi salatu wasalam. Thot Aisha radiallahu anha, kur o krenua dhe ka tregu se domon ka qenë privilegjuar me këtë gest pejgamberit alaihi salatu wasalam, thot pejgamberi ka vdek në gjoksin tim, në pranin tim, pra është mbështet pejgamberi te Aisha radiallahu anha dhe çati ka ndruar jetë. Dhe me këtë është krenua Aisha radiallahu anha. Thot fundi i pshtymës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë me pshtymën time i përzim. Pshtyma, që kanë nxjerrët, si ka ndodhur kjo? Ka qenë i shtrim. Ka hi Abdurrahmani, vllai Aishës radiallahu anhu. Edhe kur ka hi e ka pas misfakin, konti la dhëmë. Edhe me mësëm e ka shlu syt. Aisha ka kuptu, gruja e kupton. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, e do misfakin? Ka bo me isharat, po, bjema misfakin. Edhe kur e ka morë, s'ka mujtë se konë, do mënë, sa e ka qelaj misfakin, drunin. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, ata zbuti? Ka thonë, po, zbute. Edhe ja ka zbut Aisha radiallahu anha, edhe ja ka thonë. Apo, pra, pshtyma Aishës e funit me pshtymën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot Aisha, pshtyma e funit, pra pshtyma është langësi, lang i cili me ta ti zhvillohesh. Kur vdesë njëri si jetë më pshtym, s'ka lang i cili qarkullon. Thot Aisha radiallahu anha, pra sikur ka dash me thonë, gjallëria e fundit, pikat e fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë përzime me pikat e mia. Dhe kjo ka qenë prej respekti që e ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu thot Aisha radiallahu anha, dhe kjo ka ardhe prej grave të tjera nga gratë e pejgamberit alaihi salatu wasalam, se kur ka qenë donjana prej tëre në cikël mujor të zakonshmet, o shtrim prejrin e saj, edhe ka lexuar Kur'an. O shtrim prejrin e saj, edhe ka lexuar Kur'an. Hadithin e kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Dhe këtë dietar kur i kanë komentuar pse pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka shtu kujdesin gjatë ciklit të grave, sepse gruaja ka nevojë për kujdes shtesë, e që zakonisht kur ndodhin problemet, kur e ka gruaja ciklin menstrual. Andaj shariati e ka ndaluar, të na të ndaluar në fe, me e bë talak gruajën kur i ka ciklin mujor. Për shembull, nëse gruaja është në cikël, edhe njëri thot, a di shka, mledh i tesha të shko të shtëpia, si e ke bo gruaja ime, haram e ki, prit në ta kryje mos anena. Madje duhet mu pastruhe, ku tjetë e gatshme e pastër, atërë si dush shloje. Atërë si dush shloje. Për çfarë arsye? Sepse ti ka mundësi në verit e shpia saj, prej gjendjes fizike të asaj, apo prej gjendjes çrregulluar dhe emocionale të asajna, edhe çka thu, hat shko. E Allahu që ka thënë jo, s'ka me shlun cikël. E shon ku ta pastrohet prej cikël. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka kushtuar rëndësi të veçantë grave të veta gjatë ciklit mujor të grave.